Dashur miq, për të lidhur për sot studohet kapucë krokodili. Një bjonde vete për pushime në Brazil dhe I hip keq në kokë të blej një palë kapucë krokodilesh. Kur pyet shitse nëpër dyqane dhe nuk I pëlqeu çmimi me të cilat ato I ofruan, ajo vendosi të shkonte dhe ta vriste vetë krokodilin për kapucë. Dakor, I thot shitësi, Zoti të ndihmoftë dhe inshallah kapsh ndonjë të madh. Me gjithë zell, bjondja largohet nga dyqani I fundit I kapucëve të nesërme, ndërsa shitësi kaloi përpara një liçeni, sheh atë bjonden me një pushkë në dorë dhe një krokodil shumë I madh tek I qepet. Bjonda e godet krokodilin dhe ai ngordh në vend. Afër saj ka 7 krokodila të tjerë të ngordhur. Shitësi afrohet e sheh ç'po ndodh. Bjondja kthen krokodilin me kurrizë të tij, kështu që barku I tij të ishte lart, kështu siç kishte bërë dhe me 7 të tjerë përpara. Të mori dreqi, thot, rrezën e poshtër, Lorin bjondja ndërsa e analizon duke parë këmbët e tij. Po dhe ti mor zagar s'ke veshur kapucë. Kjo ishte për çeleta për sot. Like, share, subscribe.